Atëherë, vijmë tani me një bisedë, në fakt është biseda e parë pas lidhjeve të drejtë për drejta me kolegët, të cilat na dhanë një panoramë dhe një pasqyrë më të qartë asaj se çfarë po ndodh në këto momente në parlament. Ka diskutime, ka rrëzim të mocionit me debat që kanë kërkuar demokratët, interpelancë me Edi Ramën, kjo është asaj çfarë ka ndodhur në parlament, protest jashtë parlamentit. Një grup protestuesish kanë qenë sot që në orën 10, që kur ka nisur seanca, vazhdojnë të jenë aty, janë shpërndarë në 3 fronte, nuk di se sa do vazhdoj, derisa të përfundoj parlamenti apo deri në orën e mbrëmjes kur të nis edhe në orën 19 protesta e përnatshme. Sot është dita e 31 e protestës qytetare. I ftuar në studio është Adriati Klapaj, kryetari Shqipëria Bëhet. Faleminderit që jeni në aty CNN. Faleminderit. 31 ditë protest qytetare përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, protest që është zhvendosur her pas here edhe në qytete në lagje të tjera të Tiranës, protest edhe në Europë. Një protestë e cila pati si nisi një kauzë mjedisore, por që shumë shpejt u shndrua në një protestë me kërkesa të qarta politike. Dorëheqje e kryeministrit Edi Rama dhe 4 kërkesat e tjera. Deri tani, nga dita e parë që ke qenë i pranishëm aty deri sot, që bëhet dita e 31, si e ke parë evoluimin e kësaj proteste? Nga mjedisi tek dorëheqja e Edi Ramës. Shiko, protesta që po mbahet këtë muaj në Tiranë është një vazhdim i protestave dhe i përpjekjeve të vazhdueshme të aktivistëve dhe të njerëzve publik të këtij vendi gjatë gjithë këtyre viteve, që ka konkluduar tashmë në një përballje të hapur mes qytetarit dhe politikës vjetër, pra asaj pjesë të politikës që është autore e këtij sistemi që ka prodhuar këtë gjendje në vend. Sigurisht që është një protestë me përmbajtje të qartë politike, është një protestë tërësisht qytetare dhe është një protestë që mua më lumturon për disa arsye. Për shumë arsye. Para njerë sepse shoh që pjesë shumë protestave. Çfarë është sepse ju jeni dëshmitare që në muajin dhjetor personalisht hyra në një protestë, pastaj u bashkuan të tjerë ku pikat që kërkonim dhe për cilat mbohëm atë idenë e reagimit ishin eksaktësisht këto. Pra, qytetarët përtej partive nën flamurin kombëtar. Kjo po ndodh. Dorëheqja e qeverisë së Edi Ramës dhe qeveri tranzitore përbërë nga intelektualet më të mirë me një mandat 12 mujor për ta çuar vendin në zgjedhjet parakohshme. Kjo po ndodh. Kërkesë për të ndryshuar kodin zgjedhor. Kjo kërkohet. Shfuqizimi i ligjit për investime strategjike. Kjo po ndodh. Shfuqizimi i ligjit për paketën e maleve. Kjo po ndodh. Dhe siç e thosha dhe siç e kam thënë gjithmonë dhe po e them dhe sot, egot duhet i lëmë njanë dhe duhet mendojmë për të përbashkëtën, sepse vetëm kështu mund ta demokratizojmë Republikën. Kështu që këto kanë qenë ditë të lumtura për mua, janë ditë të cilat më kanë bërë të besoj edhe më shumë që Shqipëria bëhet. Pra që është pjesë e kauzës tënde, kauzës të cilën e ke kërkesave të cilat i ke artikuluar vazhdimisht. Kjo nuk është kauza ime, as kauza e lëvizjes tonë, kjo është kauza e Shqipërisë. Asnjë nga ne nuk mund pretendoj që i vetëm mund ta bëj. Secili nga ne mund të kontribuoj maksimalisht duke bërë dhe thënë të drejtën, dhe duke u angazhuar për të drejtën që kjo të ndodh. Por siç e kam thënë dhe siç po e them dhe siç po ndodh, vetëm një bashkim i madh qytetar që na përmbledh te interesi i përbashkët mund ta demokratizojë Shqipërinë. Demokratizimi i Shqipërisë është lajmi më i madh dhe më fantastik që mund të na ndodh, sepse demokratizimi i Shqipërisë nën kupton garë. Gara do të nënkuptojë që më të mirët mund të na udhëheqin në çdo fushë. E nëse më të mirët na udhëheqin në çdo fushë, ne do fillojmë dhe do shohim ndryshime cilësore. Sepse nëse më të mirët na udhëheqin ne në politikë, do të thotë që në politikë do të jenë njerëz që do të marrin vendime të zgjuara dhe të drejta që përfaqësojnë vullnetin popullor. E nëse kjo ndodh, më të mirë do na përfaqësojnë në mjeksi, do kemi spitale normale. Më të mirë do na përfaqësojnë në jurisprudencë, do kemi drejtësi normale. Pra, ne duhet të kuptojmë që jemi të dënuar si shoqëri për të qenë bashkë për kauzat e mëdha kombëtare. Dhe kjo që po bëhet tani është një kauzë e madhe kombëtare. Është kauza për demokratizimin e Shqipërisë. Kjo nuk është një kauzë për një rrugicë, nuk është një kauzë as thjesht për një pronë, kjo është qartësisht një kauzë për demokratizimin e Shqipërisë dhe mbylljen e tranzicionit shqiptar. Protesta juaj ka zgjatur gati 108 ditë. 108 ditë. Kjo protestë në atë formë, protestë
tjetër, po që kauza dhe kërkesat janë të njëjta, sot është në ditën e 31. Po. Vetëm bashkimi Thoni Adriatik mund të demokratizojë vendin dhe mund të sjellë ndryshimin e kërkuar. Çfarë ka rritur deri tani kjo protestë? Shumë. Veç masivitet. Qytetarët kanë arritur shumë në këto muajt e fundit. Shumë. Vetëm pak muaj më parë, Edi Rama perceptoi si njeriu që kishte marrë mandatin e 4 me 83 mandate, edhe 3 të partisë aleate të tij 86, dhe praktikisht konsideroi njeri që e kishte kap pakthim Shqipërinë. Po në fakt, në këto muaj qytetarët ja kanë dalë që nga një disavantazh i madh, qoftë dhe psikologjik që ndodheshin pas zgjedhjeve, të jenë hedhur në sulm total mbi parimet dhe mbi disa shtylla të cilat janë realisht zgjidhja për vendin tonë. Dhe kanë arritur qytetarët së pari të kuptojnë fuqinë që ne kemi së bashku, të kuptojmë forcën që kemi së bashku, të kuptojmë që kur ne bashkohemi, ata kalojnë në mbrojtje. Pra, nëse ne jemi bashkë dhe hidhemi në sulm për parimet që besojmë se e ndryshojnë Shqipërinë, politika e vjetër kalon në mbrojtje siç Edi Rama është në mbrojtje gjithë këto muaj. Edi Rama ka një vit që e ka fituar në thonjzase, si ka fituar, po që është në pushtet për herë të katërt. Më thoni dot në një vit cila është politika që ka bërë dhe çfarë angazhimi publik ka përveç se është në mbrojtje. Ka një vit që është totalisht në mbrojtje, sepse ka një vit që po goditet pa ndalim nga qytetarët në dimensione të ndryshme. Dhe kjo është një fitore jashtëzakonshme. 1. Po fitojmë vetbesim si shoqëri që ne mund të bëhemi bashkë. 2. Po fitojmë vetbesim si shoqëri që ne mund ta vëmë nën presion politikën. 3. Po kuptojmë që bashkimi përtej interesit të vogël partijak politik, por nën flamurin kombëtar është zgjidhja. Dhe ky është një mësim i madh që do vlej për çdo qeveri që do vi. Çdo qeveri që do vi në Shqipëri duhet ta di dhe do ta di që qytetarët në këtë vend mund të bashkohen, mund të çojnë. Mirë, Adriatik, përse ndodhi tani ky zgjim? Ke qenë pjesë e saj sa protestave, protesta qytetare si aktivist, ende pa e krijuar partinë Shqipëria bëhet, protestë partijake për atë që folëm pak më herët, 108 ditë, dhe tani ky zgjim i shqiptarëve. Përse pikërisht tani? Ka pas disa sinjale të mëparshme, ka pas disa momente, ne jemi bërë bashkë masivisht për kundër importit të plerave, për shumë. E fituam si kohë. Ne jemi bërë bashkë masivisht në numra jashtëzakonisht të mëdha kundër çmimeve në 2022-shin. Po, protesta me këtë masivitet dhe me këtë këmbgulje, që rezistencë që vazhdon ende. Kjo protest ka një specifik. Kozgjatja në numra të mëdha dhe qëndrueshmëria dhe qartësia për kërkesa të qarta politike, jo thjesht ekonomike. Dhe pjesëmarrësit që janë të rinj. Eksakt. Jo vetëm. Se edhe kjo është unë shoh që ka të gjitha moshat, me thënë drejtën. Po gjithsesi ka një numër shumë të madh të rinj. Ajo që duket qartë dhe që ka ndodhur është kjo. Secili ka hedhur nga një pik kontribut në atë gotën që po derdhet. Pra, të gjitha ato protesta i kanë shërbyer kësaj dite. Të gjitha këto angazhime ndër vite i kanë shërbyer kësaj dite. Duke folur, duke reaguar, duke protestuar, duke u përbahur, dikujt i është dhënë shpresë që po mund të bëhet. Dikush tjetër ka marrë guximin që shiko se edhe kur përbahesh nuk është se të ndodh ndonjë gjë fatale. Dikush tjetër është inatosur nga reprezaljet që pushteti ka bërë ndaj protestuesve ndër muaj e ndër vite. Dhe të gjithë bashkë janë bashkuar si pika të vogla dhe kanë mbushat gotën që tashmë është derdhur dhe kërkon llogari, kërkon ndryshim. Kështu që unë mendoj që gjithë ata që janë angazhuar publikisht në këto vite kanë kontribut për këtë që po ndodh dhe zgjuarësia e gjithë gjës duhet të jetë përbashkimi dhe jo përjashtimi. Zonjë, ne jemi në një republikë që ka nevojë për mjekim. Ne na duhet shërojmë plagë. Ne na duhet jemi përbashkues. Ne na duhet që t'i lëm diferencat më njanë. Ne na duhet që të shohim te ata që kemi në krah apo përballë, në shesh apo në qytet, cilat janë pikat e përbashkëta, interesat e përbashkëta, cilat janë plagët që bashkë mund t'i shërojmë. Ne nuk mund të ndalemi te ndasit. Sigurisht që ne jemi njerëz të ndryshëm. Unë te ju mund të gjej disa gjëra me cilat nuk jam dakord apo cilat nuk më pëlqejnë. Por nuk duhet të shohim te këto, sepse duke parë te këto, kemi ngelur peng të kësaj gjendje që jemi sot. Ne duhet të gjejmë ato element që na përbashkojnë drejt qëllimeve të mëdha të përbashkëta, dhe këto nuk janë thjesht të thëna apo thjesht dogma. Këto janë e vetmja mundësi dhe kjo është e vetmja rrugë si mund të dilet nga tranzicioni. E qartë. Është e dukshme që kjo është një protestë pa një lider.
Nuk ka një lider. Nuk ka një lider. Nuk ka asnjë grup liderësh, me thënë drejtë. Nuk ka asnjë grup liderësh, por janë disa individ që kanë marrë rolin e organizatorëve, që edhe diktojnë deri diku fjalimet, mikrofonat. Për mua nuk ka ndonjë gjë të keqe. Është një element i kësaj. Më ka ndodhur që ta bëj unë shpesh atë pjesë, jo të gjithë kënaqen. Po. Dikush më le pa kënaqur se merr mikrofonin, po. Jo, por nuk është. Fundi ishte pyetja. Pra, nuk ka, por gjithsesi është bërë publik edhe një, le të themi, një grup negociator, pjesë të cilit janë disa individ, janë bërë publik edhe emrat e tyre. Një ditë më parë në këtë studio ka qenë Zoti Përparin Gjeka, që është pjesë e këtij grupi negociator, i cili në rrjetin e tij social ka shpalosur një platformë kundër të tjera, kërkohet krijimi i 3 strukturave shoqërore, Kuvendi Kombëtar, Këshilli Ekzekutiv. Tani, në vijat përgjithshme Majsa e ke ndjekur. Është kjo mënyra më e mirë për ta çuar përpara këtë protest? Shiko, për ta ruajtur, për ta forcuar dhe për t'i bërë presion pushtetit? Shiko, këtu kalojmë pastaj në një nivel tjetër të bisedës dhe unë jam njeri që vi nga fusha e ligjit. Jam njeri që jam rrit me ligji. Ne duhet kemi një gjë parasysh, protesta është një instrument ndërgjegjësues, është një instrument presioni, është një instrument mobilizues. Por për te protestës është ligji dhe kushtetuta ajo që avancon në agendën dhe ndryshimet reale. Në këtë kuptim, sa i takon mënyrën se si menaxhohet protesta, unë mirë kuptoj këdo që momenti e gjën që tjetë në një moment me infrastrukturën, logjistikën e protestës e me radhë dhe njerëzit nuk kënaqen asnjëherë në këto gjëra, se jo të gjithë mund të flasin ose. Dhe unë për këtë nuk kam asnjë problem. Në lidhje me hapat të tjerë që janë. Hapat e tjerë, se besoj kjo është e logjikshme të bëhet kjo bisedë tani, çfarë do ndodh? Në lidhje me hapat të tjerë. Për teksaj, se folën për protestën, mesazhet, masivitetin. Në lidhje me hapat të tjerë, duhet kuptoni që Republika e Shqipërisë është republikë parlamentare dhe ka një kushtetutë. Dhe të gjitha veprimet e secilit grupim dhe çdo individi, të paktën tonat, duhet të jenë kushtetuese dhe në përputhje totale me të. Një të kërkesat është krimi është kushtetutë e re. Krimi i kushtetutet e re mund të ndodhë dhe duhet të ndodhë nëse vendoset që të ndodhë përmes metodologjisë që përcakton kushtetuta aktuale. Pra ne nuk mund dalim nga konturet e kushtetutës aktuale. Pra ne nuk jemi nuk mundet të dalim asnjëherë nga konturet kushtetuese të vendit. Në këtë kuptim është shumë e rëndësishme të kuptojmë, këtu nuk është duke u folë për një grup shteti. Ta kemi të qartë këtë. Këtu është duke u folë për nevojën që kanë shqiptarët për të ndryshuar sistemin e tyre politik. Dhe kjo ndodh me disa hapa. 1. Ndryshimi i kodit zgjedhor. 2. Po që është e para në vetvete, qeveri tranzitore. Kush do ta miratoj këtë kod zgjedhor? Ky parlament? Jo, parlament, gjithmonë kodi zgjedhor miratohet nga parlamenti që është në fuqi. Nuk mund të bësh parlament paralel. Po absolutisht, nga cili do bëhet, nuk mund të bësh një parlament në shesh. Se unë flas si jurist këtu, nuk flas dot thjesht si njëri që del edhe proteston. Po. Në këto shina bëjmë bisedë jurist, politikan. Kjo republik ka një kushtetut, ka një parlament dhe i gjithë presioni popullor duhet kanalizohet që ndryshimet të ndodhin përmes institucioneve dhe si të tilla mund të ndodhin. Nëse nuk adresohen, atëherë do duhet që të përballemi derisa të ndodhin. Kaq, duhet, siç thoshim deri dje që nuk dalin njerëzit, duhet të bindemi që njerëzit kanë fuqinë që t'i detyrojnë institucionet të shkojnë atë drejtim. Pra po thoni që nuk është e nevojshme ose nuk është mënyra e duhur ngritja një platforme apo një projekt. Mund të jetë nevojshme krijimi një grupi, një komiteti organizativ të protestës që të përbëhet nga të gjithë grupimet që janë në protestë. Pra nga një përfaqësues nga të gjithë grupimet, grupet e interesit, nga partitë politike, nga shoqatat, nga intelektualët e merat, kjo për të koordinuar organizimin dhe vazhdimsinë e saj dhe kërkesat në fjalë. Për te i kësaj, gjithmonë reformat kalojnë përmes parlamentit. Ne nuk shpikim do të rregua të reja. Ka një qartësi? Dhe këtë unë e them, këtë e them është një gjë populizmi politik dhe është një gjë tjetër profesionalizmi. Në aspektin profesional, kështu ndodh. Po, tani, është e qartë, ose
Vazhdimësia e kësaj proteste, objektivi i saj, si do të arrihet, si do të arrihen gjithë kërkesat. Objektivisht shumë i qartë. Si mund të jetë i suksesshëm? Pra, ka një qartësi tek protestuesit ose tek ata që konsiderohen si organizator? Unë mendoj që çdo njeri në atë shesh që ka dalë ka qenë shumë i qartë. Nuk ka ai që ka dalë nuk e ka organizuar dikush. Unë mendoj që nuk i ka organizuar dikush. Jo, qartësi në sensin e arritjes objektivave. Qartësia e të gjithëve si do arrihen? Shumë e thjeshtë. Thjesht të qëndrojmë në shesh dhe Edi Rama jep dorëheqje? Jo, shumë e thjeshtë. Që të kuptojmë që qytetarët janë të qartë për atë që kërkojnë. Ajo që kërkojnë qytetarët është dorëheqja e qeverisë Rama, qeveri tranzitore për bërë nga intelektualet më të mirë me një mandat 12 mujor për të krijuar terrenin për zgjedhje të lira dhe demokratike, reformimi i kodit zgjedhor. Tani duhet keni një gjë parasysh, nëse klasa aktuale politike, dy partitë e mëdha që janë ende sot, nuk e reflektojnë atë që sheshi dhe qytetarët kërkojnë, thjesht do të jenë dënuara të dalin plotësisht nga skena politike në vazhdim, kaq. Një prej këtyre partive është në shesh, deputetët e saj. Atëherë duhet që të bëj çdo gjë që përmes deputetëve të saj dhe përmes numrave që ka të kërkoj imponimin e ndryshimeve në fjalë, që siç kërkoi shfuqizimin e ligjit për paketën e maleve dhe investime strategjike, që ka kërkuar Partia Demokratike përmes zotit Bardhi, duhet depozitoj tashmë dhe kërkesën për kodin e ri zgjedhor që të adresoj ndryshimet që sheshi. Kodi zgjedhor është komisioni i posaçëm. Pra aty këtë po them. Nëse këto nuk pranohen nga qeveria, atëherë qeveria do të përballet në vazhdimsi me një reagim qytetar të pandalshëm. Kjo nuk ka më kthim pas. Nuk e kthen dot më pas. As Adriatiku, as ju e as Edi Rama, as njeri. Ekziston qartësia është t'i bësh presion qeverisë që Edi Rama t'i jap dorëheqjen. Absolutisht. Ta pamundsosh. Poshtë zyrës së Edi Ramës, grupi ishte më i vogël, ishte në disa ditë ke qenë i vetëm, në disa ditë tjera. Situata është ndryshme. Po, jo, domethënë, si detyrohet Edi Rama t'i jap dorëheqjen? Përmes qendresës, vazhdimësisë dhe përmes bllokimit të ushtimit të detyrave në mënyrë të qetë, që do të thotë bllokimi si ta kuptojmë? Po, që do të thotë protesta, kjo po ndodh, që do të thotë protesta në momente dhe në faza të tjera, sigurisht që do të synoj organizimin e të gjithë qytetarëve në të gjithë vendin për të pamundsuar qeverisjen e një qeverie e cila nuk ka më legitimitet moral. Mosbindje civile, blokadë, mund ta quani si të doni, ajo që dua të them është që qytetarët, shikon, nuk mund ta mbash me pahir një gjë që nuk e mban dot më. Domethënë ka nevojë më saktë Adriatik që kjo protestë të kalojë në një fazë tjetër, këto që u përmendet tani. Ka nevojë që kjo protestë në një muaj që po vazhdon. Ka nevojë që kjo protestë të mos lihet dhe ka nevojë që kjo protestë të mbështetet nga çdo qytetar çdo ditë më shumë, të mbështetet pa ndalim. Do me thënë, përballja e pandalshme është si puna asaj luftës mes Daugës dhe Shkëmbit. Shkëmbi dukje është më i fortë. Po Dauga është ajo që me vendosmërinë dhe qendresën e saj e gryen. Qeveria mund të duket se ka numrat dhe mund të duket më e fortë, por qendresa e protestës, qendresa e qytetarëve, reagimi i vazhdueshëm do e gryejë. Absolutisht. Ne sot, një muaj pasi ka nisë kjo protestë, kemi dërmimin e imazhit të qeverisë Edi Ramës në Perëndim. Totalisht. 13 vite punë të tij për të krijuar një fasadë në Perëndim të realitetit shqiptar, në 31 ditë janë shmontuar në mënyrë totale. Paramendoni paraqitet Shqipëria në sytë e perëndimorëve sot. Paraqitet si vend që drejtohet nga një autokrat që qeveris përmes hajdutërisë dhe krimit të organizuar. Kjo është tashmë e dukshme kudo. Qindra e mijëra shqiptar kudo nëpër Europë, nëpër botë, po protestojnë dhe çdo ditë më shumë politikanë të këtyre vendeve apo të Parlamentit Evropian po flasin për një realitet që nuk flitej deri dje. Nga administrata amerikane? Çfarë ka nga administrata amerikane? Jo, po pyet si shihet, si është në sytë administratës Donald Trump, qendri i presidentit amerikan kërkon të investojë në Shqipëri. Unë nuk kam asnjë informacion të tillë. Nuk e di që ndonjë shqiptar është kundër investimeve të ndonjë personi konkret në Shqipëri, nuk e kam dëgjuar në asnjë atë shesh. Ne jemi kundër investimeve të cilat bëhen pa projekte. Paktën unë ndaj jam në shesh. Unë s'jam kundër investimeve në parim. Unë jam kundër të investuarit sikur ky është vend pa zot.
Pra nëse ti shkon dhe investon dhe më thua që kanë hyrë skrepat, gërmojnë dhe nuk ka projekt, këtu kemi një problem. Ti nuk mund të nisësh të investosh pa pas një projekt. Se duhet që projektin ta shohim. Nëse projekti vihet në Po dispozicion duhet që qytetarët për çdo rast, se nuk kemi ne të paktën ne, unë nuk jam duke fol në emër të gjithëve. Unë jam duke fol në emër të. Jam aty thatë se ka një investim pa projekt. Nëse Jo, ja, ta marrim me radhë. Unë jam duke fol këtu jo në cilësinë e protestës. Jam duke fol këtu në cilësinë e Adriatikut që përfaqëson lëvizjen Shqipëria bëhet, që ta ndajmë këtë. Në këtë kuptim ne jemi një forcë pro investimeve, nuk jemi një forcë kundër investimeve, jemi një forcë pro biznes, jemi një forcë pro zhvillim. Absolutisht. Diskutimi është që investimet, zhvillimi të bëhen në raport me kuadrin ton kushtetues ligjor dhe kur kuadri jon ligjor është problematik, siç është ligji për investimet strategjike, ligji për paketën e maleve, ligji 21/2024, duhet që të bëjmë çdo gjë që t'i shfuqizojmë. Në këtë drejtim, bërja një investimi sipas kuadrit ligjor do të thotë që e para një herë të bëjmë publik kush janë investitorët, e dyta projekti, e treta projekti diskutohet në zonë aty me banorët, e merat, e katërta të merren mendimet e grupeve të interesit, se janë investime të mëdha apo jo. E pesta të reflektohen mendimet e grupeve të interesit dhe pastaj procedohet për të bërë më e mira. Kështu funksionon në një shoqëri dhe një shtet normal. Për këtë jemi ne. Ne nuk jemi a priori të themi jo nuk duam, jo nuk do bëhet. Jo, ne jemi për të diskutuar mbi mënyrën se si vendi zhvillohet, që të jetë një zhvillim i qëndrueshëm që nuk e dëmton pakthyeshmërisht. Kjo është kaq. I rikthemi edhe një herë protestës. Nga dita e parë aty edhe sot besoj do jesh në shesh. Absolutisht. Ke kërkuar të flasësh? Jo. E ke kërkuar mikrofonin? Jo, edhe kam. Përse? Jo. Po sepse nuk mund të bie në kundërshtim me atë që kam thënë që në dhjetor janar shkurt e me radhë. Domethënë, aty ka një bashkim të madh të gjithë grupimeve. Dhe sigurisht që ne që përfaqësojmë partitë politike, flas për veten, kemi gjykuar që ta mbështesim me çdo mënyrë dhe metodologji protestën, që nga diaspora edhe deri brenda vendit, por të mbajmë pozicionin e qytetarëve. Unë besoj që në këtë fazë ne duhet të dëgjojmë. Dhe jam aty në shesh për të dëgjuar. Jam aty për të treguar mbështetësve tanë që edhe ju duhet jeni në shesh. Jam aty për t'i treguar atyre që mund të kenë qenë skeptik nga nesh që shiko se ndajmë këto vlerat përbashkëta, dhe jam aty për të mos marrë protagonizëm, sepse mendoj që protagonizmi i njërit ose i tjetrit në aspektin politik do ta dëmtonte protestën. Për këtë arsye kemi mbajt atë pozicionin tonë në shesh pa u shpërfaqur e pa bërë. Ky është qëndrimi juaj. Ke parë gjatë protestës përpjekje nga përfaqësues të partive të tjera të vogla? Po secili e gjykon. Për ta monopolizuar. Secili e gjykon vetë. Për të shfrytëzuar, për të marrë sa do pak nga jo energjia aty. Shiko, mjafton të shikoni rrjetet e mia dhe tona sociale për të kuptuar që un kam 7 ditë që publikoj për protestën, duke thënë të vim në shesh, por nuk hedh për shembull video unë nga protesta. Sigurisht mund të hedh sot, nuk është e ndaluar, por kam dashur që ta vë theksin që ne e mbështesim protestën, por të mos e kanalizojmë, ka kohë ku bëjmë fushat. Fushata është më vonë, nuk është tani. Kolegët tu kanë bërë diçka tillë, me sa kam. Edhe unë më kam bërë video, po unë mendoj që frekuenca duhet të jetë kjo që bëjmë ne, domethënë pa u kthyer në domethënë duhet ta dëshmojmë që jemi aty dhe që e mbështesim, duhet ta dëshmojmë që orarin e me radhë, pra të çojmë njerëz, po pa e trajtuar si një prej thirrjeve të vazhdueshme të kësaj proteste është Rama-Burg, Berisha-Burg, dhe perceptimi është që kjo protestë është kundër politikës, kundër kasës së vjetër të politikës në këto 35 vite tranzicion. Po ndaj partive të reja? Po për çfarë ti ndaj partive? Nuk po pyes. Ja ta marrim pak. Të marrim rastin ton. Mosbesimi është vetëm ndaj partive të mëdha apo gjithë klasës politike? Pse ndaj gjithë klasës politike? Po të përgjigjem. Unë si Adriatik dhe ne si grupim, të paktën flas për vete këtu se aktivizmin e kam pak më të vjetër se ata kolegët e tjerë. Kam 15 vite, që 22 vjeç, deri sot, që në universitete, deri sot, që protestoj pa bërë pushim asnjë ditë dhe propozoj ndryshime, aktivizohem si aktiviste, tashmë si njerin politik pa ndalim. Kam qenë aty përballë qeverisë Berisha, jam aty përballë qeverisë Rama për 13 vite dhe kam sakrifikuar
dhe kam udhëhequr një pjesë të madhe të protestave, na çesh bashkë me të tjerë. Dhe e kam dëshmuar, kam dhënë 108 ditë aty përballë. Kam fol këto për cilat po flasim sot. Tani çfarë kusuri kam unë një shqiptarit vetëm? Mos i kam vjedh në 1 cent, në 100 mark. Mos kam dhënë ndonjë koncesion unë. Mos kam dhënë ndonjë leje ndërtimit pa drejt unë, si Adriatik. Mos e kam vjedh buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë unë. E kam lënë pa ilaçe këtë shtet. Ore, mos kam marrë vendime për urat që mungojnë në këtë vend, apo ore mos kam marrë ndonjë vendim që kanë 1 milion shqiptar nga ky vend. Kam 15 vite që luftoj përballë këtyre. Pjesë e kësaj politike. Cilës politik? Po dikush do merret me politik. Pse të mos merrin, po kush të merret? Krimi me politik? Po duke mos u marrë intelektualet e rinj me politik, përfundon që merren trafikantët. I bën kryetar bashkie, i bën deputet. Tani çfarë bëjmë ne? Që ka turp me u marrë me politik. Unë them, me u marrë me politik në mënyrë të ndershme është fisnikëri, është detyrë kombëtare, është mision i shenjtë. Se nëse nuk merremi ne intelektualët e rinj të ndershëm me politik dhe ata që e kanë hequr në kurriz aktivizmin për vite dhe sakrifica me radhë, kush do merret? Ja lëm këtyre banditëve të merren. Dhe unë e konsideroj mision, dhe jo që duhet të merremi ne, po të gjithë intelektualët e rinj duhet të angazhohen që t'ja heqin vendin nga duart bandave dhe ta marrin intelektualët. Si është energjia e qytetarëve përballë jush, perceptimi i tyre, përballë politikanëve të rinj, konkretisht përballë Adriatik? Flas për veten. Adriatik Klap, po. Unë shiko, e kam thënë dhe herë tjetër, po e them prap. Jezu Krishti u kryqëzua. Unë nuk pres që gjithë njerëzit të duan mua, të duan ty, nuk ka, pa bërë paralelizm, po. Unë kam dëgjuar njerëz që flasin keq për Nën Terezën, i shoh kështu, nuk i besoj dot, po është realitet. Më thoni një njeri që nuk është sharë në këtë jetë. Më thoni një njeri që nuk është anatemuar, që madje pos bëre gjëra ndodh që të mos ndodhin këto. Po, unë e mirëpres çdo mendim të dikujt tjetër sa kohë nuk është me terma fys, sharës e me radhë. Pa mendim ndryshe le të ketë. Unë ndjej, si Adriatik, që këtij vendi modestisht i kam dhënë gjithçka kam pasur. Sa kam pas mundësi, ndoshta mund të ndodhë që një ditë nuk merrem me politikë. Po çka kam mundur ja kam dhënë, sakrificat, sa kam mund edhe pa dash asnjë gjë në këmbim dhe nuk e them këtë për të kërkuar ndonjë gjë personal. Po hajde rri një muaj me mua edhe ta shohësh sa përfiton. Hajde provoje një. Të shohësh si është të rish rrugëve të këtij vendi, të shohësh se si është të reagosh përballë krimit, të shohësh se sa e vështirë është të mbash qendrime për gjëra të cilat par nga televizori duken të lehta, apo të përballesh për ditë me atë kriminalin që eliminon njerëz lart e poshtë nuk është aq e lehtë. Përballesh aty pse e lehtë është të bëjnë 6 kallëzime penale në 3 muaj. Po hajde provoje një. Kur them ti çdo qytetar. Po 6 nga 8 dhjetori, nga 8 dhjetori, nga 8 dhjetori dhe deri në mes të marsit, personalisht kam 6 kallëzime penale nga shteti shqiptar. 6 çështje gjyqësore, edhe penale. Nuk është e lehtë. Psikologjikisht nuk është e lehtë për familjen, për të afërmit. Po të marrin zvarr atje për një plasmas, është e lehtë? S'është e lehtë. Po të përballesh çdo ditë me qindra policë atje, është e lehtë? S'është e lehtë. Për çfarë? Se mua nuk më ka marrë tokën time e dirama aty në kuptimin tokën e shtëpisë time. Më ka marrë të drejtat e dheut tim. Pra po luftojmë për të përbashkëtën. Kështu që unë ndjej që modestisht edhe me gabime, kam bërë dhe gabime, nuk ka perfekt. Po jam përpjekur të bëj më të mirën që mundem. Kaq. Pra, një muaj protest, në datën 4 është parashikuar një protest më e madhe kombëtare, pritet vinë sërish diaspora. Po punojmë fort në diasporë. Ne po ndihmojmë aq sa mundemi, dhe ju e dini që ne mund ndihmojmë shumë në diasporë. Besoj që do të jetë ardhja e dytë e diasporës do të jetë shumë më e madhe. Më e madhe se 20 qershori. Parashikon. Nuk flas në numra në shesh, se në shesh nuk është se erdhën gjithë diaspora u mbush, është dhe motivi që vinë qytetarët se motivohen, po them. Po më e madhe çfarë referohet? E organizuar, pjesa e organizuar. Do të vinë nga 2 drejtime kësaj here, jo vetëm nga 1. Domethënë? Do të vinë nga drejtimi i parë që ishte nga veriu, përmes vendeve të Europës veriore dhe qendrore. Por do të kemi edhe një organizim nga pjesa jugore, që do të thotë aksi Francë, Itali, Spanjë, drejt Greqisë me tragjet, pastaj nga Greqia mblidhen rajone të ndryshme dhe përmes kapshtisësh në Korçë drejtohen drejt sheshit Skënderbej, pastaj drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Dhe besoj që ardhja do të jetë shumë e madhe dhe me organizuar kësaj here.
Tani, Adriatik, se e përmende pak më herët politikën populiste, emocionin, populizmin. Tani, përveç pjesës emocionale... S'ka gjë të keqe mua. Jo, absolutisht jo. Mua m'akuzojnë edhe mua për atë pjesë. Shumë fakt. Që para zgjedhjeve të 11 majit, si një populist, edhe bashkë kemi diskutuar këtë dhe më thatë që nuk ka asgjë të keq që ti jesh populist. Kur jenë mbrojtje të interes publik? Jo, pyetja ishte tillë. Pra për te emocionit, energjisë, adrenalinës që mund të shkaktoj kjo protest. Po. Tani, je jurist, je dhe politikan. Dhe e kupton ndoshta më mirë se çdo qytetar i cili nuk është pjesë e politikës, se si mund ta arrozosh pushtetin. Tani, me një qeveri përballë që ka 83 mandate, që ka pjesën më të madhe të bashkive. Sa mund të arri objektivin e saj kjo protest me një kryeministër i cili ka thënë që nga dita e parë dhe sot që unë nuk jap dorëheqjen sepse më kanë votuar mbi 800.000 shqiptar. Edi Rama është tashmë minorancë politike në vend. Kjo është absolute. Dhe unë të garantoj ty që në një formë ose një tjetër kjo do të ndodhë. Ne jemi duke vazhduar me procesin. Tani po flet si pragmatist, jo thjesht me idealizmin që të karakterizon. Do të bind me këtë që do të them. Besoj që do të bind. Po s'është nevojë. Jo. Dakor, qytetarin, do besoj që ata që na ndjekin, thjesht shtroj pyetje. Po, paralel me protestën jemi duke shkuar përmes një procesi referendar, për herë të parë që nga 98-a. Ne sot që flasim jemi 20.000 firma, nga 50.000 për çdo, që do të thotë nga 100.000 në total kemi mbledhur 40.000 firma. Po? Për të çuar vendin në referendum për të shfuqizuar ligjin për investimet strategjike dhe ligjin për paketën e maleve. Po. Po, dhe kjo ka ndodhur kohë më parë. Duket që qeveria te pjesa e ligjit për investimet strategjike po bën hapa pas dhe ndoshta edhe mund ta shfuqizoj. Po. Por gjithsesi do të shkojmë në referendum për paketën e maleve. Nëse nuk shkojmë për të dyja, do shkojmë për njërin. Ç'do me thënë kjo? Kjo do të thotë që të paktën ne si lëvizje për te protestës që po ndodh, po marrim masat dhe në aspektin juridik që Edi Rama të përballet me vullnetin popullor masivisht. Dhe referendumi nuk është thjesht një referendum për të shfuqizuar një ligj, po është një referendum politik për të dëshmuar që Edi Rama nuk e ka më mazhorancën në këtë vend. Që do të thotë që ditën e referendumit njerëzit do të shprehen në favor apo kundër një qeverisje e cila ka miratuar ligje të tilla. Pra sigurisht që njerëzit do votojnë për një ligj konkret, po ai është dhe vullnet totalisht për treguar që ky nuk e ka më këtë majorancë. Kështu që në këtë kuptim, në një mënyrë ose në një tjetër, ky pushtet që nuk ka më legjitimitet moral, nuk mund të më thoni që i ka 83 mandate, ato 83 mandate nuk përfaqësojnë më vullnetin popullor të Republikës. Pra moralisht po thua. Po morali është shumë i rëndësishëm në politikë. Po e detyrojnë këtë Edi Ramën të japë. Si mund të jetë një shtet në një pushtet fuqi pa moral? Po edhe nëse shfuqizojnë këto ligje. Se detyrojnë këto? Jo, po pyes. Po kryeministri anglisë dha dorëheqjen se 5 nga deputetët e tij u çuan dhe i thanë që na ke turpëruar se nuk e mbajtur, nuk i thanë na ke turpëruar, po i thanë po kjo ka ndodhur në Angli. Nuk e mbajtur. Ne kemi dëgjuar dorëheqje deputetësh dhe për çështje edhe më shumë më banale se kjo. Po këtë duhet ta aspirojmë ne të ndodhin dhe këtu. Pse duhet ta trajtojmë? Këto ka ndodhur jashtë Shqipërisë. Atëherë ne duhet punojmë dhe duhet të bindemi që mund bëjmë gjëra siç ndodhin jashtë Shqipërisë. Dhe unë po të them që kjo protestë që ka ndodhur këtu tashmë po kthehet në një model dhe po referohet dhe po habit të madh të vogël edhe në ato vendet e tjera që ne mendojmë që nuk i arrim. Pra po të pyesësh sot një italian, thot wow, çfarë proteste në Shqipëri. Po të flasësh sot me një gjerman, thot fantastike ajo që po bën populli shqiptar. Pra le të mos ja ulim vetes aftësinë për të krijuar norma perëndimore në shoqërinë tonë. E qartë. Adriatik Lapaj, falenderoj shumë për bisedën. Ishte kënaqësi.